nuk do ta pengojmë themelimin e institucioneve në asnjë mënyrë. Nëse ka nevojë për quorum, do ta bëjmë quorum, por na duhet pastër zotimi i pastër që këto veprime do të ndërmirren. Në kundërvlerë nuk kërkojmë asnjë gjë. Asnjë gjë. Nëse Ramush Haradinaj do të propozohet për president, vlen e njëjta formulë, për ne kesh me qenë nder, por nuk jemi duke e vendosur si kusht. Ne mendojmë që Kosova nuk kish mujt me pas president më të mirë se Ramush Haradinaj tash, mirë, por nuk po dojmë me bloku Kosovën për këtë bindje tonë që është e plotë dhe e pandryshueshme. Edhe një herë rekapitulim, jemi të gatshëm edhe me bë quorum, por po lypim diçka për qytetarin e Kosovës, jo për vete. Nuk kemi kurfar kushti vetjak. Nuk dojmë as ministra, as zëvendësministra, as ambasadora, as borde, kur gjë. Por nuk guxojmë na me qenë indiferent edhe mos me e përdor peshën tonë politike për me e rregullu jetën e qytetarit të Kosovës. Se në fundit kjo është për çka ekzistojmë. Na nuk ekzistojmë veç për vete. Na besojmë fuqishëm që ekzistojmë për qytetarët e Kosovës, e qytetarët e Kosovës nuk janë të jetu më mirë.